20 marsi shënon ditën e shëndetit oral, ku Federata Ndërkombëtare e Stomatologjisë ka vendosur që kjo ditë të shënohet me moton "Një gojë e lumtur, një trup i lumtur". Kështu shpreh stomatologja Zana Pozhegu Joniku. 20 marsi është dita ndërkombëtare e shëndetit oral. Federata Ndërkombëtare e Stomatologjisë, FDI-a, ka vendosur këtë vit moton "Një gojë e lumtur, një trup i lumtur". Kjo përket me shëndetin oral si pjesë e shëndetit fizik dhe mendor në tërësi, sepse me shëndetin e plotë të gojës, ne kemi një cilësi të mirë të jetës. Tutje stomatologja Pozhegu Joniku ka shtuar se dhëmbët duhet të mirëmbahen vazhdimisht, duke ndarë edhe këshilla se si duhet kujdesur për shëndetin oral. Ne asnjëherë nuk duhet të harrojmë që dhëmbët janë pjesë e jona, duhet të mirëmbahen vazhdimisht. Domethënë dhëmbët duhet të lahen çdo herë pas ushqimit, në mbrëmje gjithmonë para se ne të flem. Higjiena e gojës nuk përfundon vetëm me larjen e dhëmbëve. Përveç larjes së dhëmbëve, ne kemi edhe pastrimin me penë detor, që tash i quajmë floss dhëmbët, të cilat e pastrojnë pjesën më të madhe të hapësirave ndërmjet të dhëmbëve. Përveç kësaj, mase mund të përdorim edhe substancat e tjera të cilat mund të dezinfektojnë gojën. Stomatologja Pozhegu Joniku ka bërë të ditur se me zhvillimin e teknologjisë, shkenca ka evoluar edhe më shumë dhe tashmë përmes pajisjeve më të sofistikuara, jepen rezultate më të mira. Me zhvillimin e teknologjisë, normalisht që ka evoluar edhe shkenca jonë, përpara shumë gjëra janë bërë me manuale, me dorë, ndërsa sot përmes instrumenteve që kena elektronike, janë shumë atë sofistikuar dhe normal që kemi punë dhe rezultate shumë të mira. Doktoresha stomatologe Zana Pozhegu Joniku këshilloi të gjithë që të mos harrojnë kujdesin ndaj dhëmbëve sepse janë pjesë e shëndetit tonë.